Për studentët së pari, hiqet mesatarja e vendosur si shpat Demokleu mbi ta për të përjashtuar nga e drejta e universitetit të paktën 60% të maturantëve. Një. Së dyti, vendoset bursa 200 euro. Së treti, tarifa përgjysmohet ose hiqet si pas rastit në çdo fakultet. Së katërti, pas mbarimit, punësimi i të diplomuarve do t'jetë përparësia më e madhe, 1 vit do paguaj qeveria sigurimet shoqërore çdo punëmarrësi për një të ri, grant për strehimin e çifteve prej 30.000 eurosh, grante dhe kredit buta për të rinj që do fillojnë start-upe, bizneset vogla. Pra, për ne objektivi më kryesor është që të rinjt shqiptarët vendosin të ndërtojnë në Shqipëri ëndrrën e tyre.